Ngrohtësia e festave të fundvitit, kur familja mblidhet rreth tryezës dhe momentet ndahen së bashku, shoqërohet më bukur se kurrë nga ekrani Vision Plus. Gjatë këtyre ditëve speciale, ju sjellim një program të pasur dhe të larmishëm, plot humor, argëtim dhe emocione për të mbyllur vitin me energji pozitive. Është një ditë e re në Vision Plus. Dita nisi me live në mëngjes, emisionin që prej kohësh ka kthyer zgjimin në një ritual të këndshëm. Me të ftuar nga fusha të ndryshme dhe tema aktuale, Brikena Prifti dhe Florian Agalliu së bashku me gazetarët realizuan një përmbledhje të ngjarjeve dhe momenteve më të rëndësishme të vitit që lan pas, e po ashtu edhe atmosferës festive. Përshëndetje! Mesdrit erdhi me një puntat maraton ku siç e do tradita, dita e fundit e vitit do të mbyllet me muzikë, humor e receta që do të shoqërojnë tavolinat tuaja. Ka shumë muzikë, ka shumë këngë, ka shumë valle, ka gatime të mira, ka të ftuar që publiku i do shumë, ka surpriza, ka magji. Më thuaj çfarë na mungon, nuk na mungon. Edhe me ligjimin horoskopin gjithë vjetor, çfarë na pret në 2026, nuk dua të themi se kush favorizohet, se i zbuluam të gjitha. Unë zgjodha të vi thjesht me atë recetën tradicionale të gjelit të detit. Sigurisht përveç gatimit tradicional janë dhe të gjithë llojet e sallatrave, mund të jenë edhe thjersat. Unë do sjell thjersa me prosciutto të bërë nga gjeli i detit. Në orën 15:30, studioja e Living Day hap dyert për të pritur të ftuar të veçantë dhe surpriza festive në moderimin e Brunilda Lahes. Pas edicionit të fundit të lajmeve qendrore për këtë vit, atmosfera festive vijon me Fake Off. Agron Llakaj dhe Albano Bogdo sjellin një retrospektiv satirike të vitit përmes një episodi që nis në orën 19:30. Darka do t'ju gjej të ulur në tryezat e shtëpive tuaja në shoqërinë e Festa në Familje. Në orën 21 nuk do të mungojnë artistët MNZ të momentit që do t'ju shoqërojnë deri në ndërimin e viteve së bashku me moderatorët e Vision Plus. Kam zgjedhur 3 këngë të treja me ritëm, njëra titullohet Do të çmend, tjetra është Si Dukati vogël je, që unë kam sjell në një variantimin para një viti, dhe pastaj kënga e tretë është Kele për mu. Pra këto janë të gjitha këngë pak me melos popullor, që t'jenë por moderne sigurisht, edhe mendoj që këto do jenë këngë të ëmbla dhe të bukura dhe të dashura, dhe mendoj që pse jo, njerëzit duhet të stacionohen te Vision Plus, sepse jemi një grup shumë i mirë këngëtarësh, edhe Visioni është një ekran shumë i dashur për gjithë shqiptarët. Padyshim, duke qenë se unë rikthehem përsëri tek Vision Plusi, do interpretoj një kolazh me këngë popullore nga Leskoviku. Do t'jetë një kolazh shumë i bukur që mbart në vetvete ato këngët që shumë njerëz i këndojnë në përgëzime dhe festa familjare. Absolutisht një urim të përzemër të gjitha familjeve shqiptare. Uroj që jo vetëm 2026, por çdo vit i ri që vjen digjej gjithmonë mirë e më mirë. Për sa i përket peshës, nuk është as pak e vërtetë që un kam peshë kryesore, kemi të gjithë peshë të barabartë, të gjithë japin maksimumin e tyre. Unë thjesht do flas pak më shumë kaq, nuk është çështje peshe, është e rëndësishme që jemi gjithë si një familje këtu dhe prezantojmë Vision Plusin në mënyrë më dinjitoze që mundemi të gjithë bashkë. Edhe ditët e para të janarit janë dedikuar të gjithë familjes. Ekrani i Vision Plus do të sjellë Sandokan, një kryevepër botërore me 2 episode ekskluzive, si dhe filma festiv për të gjitha moshat. Gëzuar festat me Vision Plus.